dërsa të dëshmohen si Pellegrin. Po, dhe ishte zonja presidente Vjosa Osmani që në një takim me ambasadorën e detyrë të SBA, zonjën Pratipati, tha se u tentua destabilizimi i situatës së sigurisë pra në Kosovë, au destabilizuar realisht, au tentua kjo të ndodhë, dhe si e pat ju këtë? Nuk mund nga një grup ka që i vogël të destabilizohet, por jo në tentativa, po forma si mund të ndryshoj në kuptim të asaj të impitimit. Në njëra se ata vendosën të hynë në Kosovë dhe mjetët që u gjetën... Kjo të regon një skajshmëri që ata nuk zgjedhin mjetë vetëm ndrojmë formën. Edhe në këtë drejtim, mendoj që ne do të jem shumë syqel sektori i sigurisë përgjithësi edhe në kuptim mbledhjes të informacionit, pra analizës tij edhe dhënies të organeve ndihmorëse që do të ndërmarrin masa parandaluese, duke sugjeruar që të ngritin nivelin e sigurisë qoftë në sikur në rastit tani që ndodhi me arrestimin e tyre, nga se ata kalojnë kufirin, ndërsa aty për aty nuk mund të konstatohet lidhshmëria eventuale, po ndërkohë derisa ata janë brendi të Kosovës me mjet informacioni dorë dhe ndër mjet veprimi. Megjithëse aty po ti rastin e Gjakovës, që është një edhim nga më herët, sa është i ndihshëm, pra ata Pellegrin kur vinë aty, nga krimet që kanë ndodhur makabre në Mejë dhe në rrethinat. Të kaluarën madje edhe nuk u patën lejuar të... Po, sigurisht nga se është sentimenti i dhimbjeve të mëdha për atë, por tash për te asaj infiltrohen edhe struktura shtetërore me qëllim destabilizimit të Kosovës. Mendoj që këto janë vetëm disa indicje që pra replika e Serbisë po mundohet me çdo kusht ta destabilizojë Kosovën, qoftë edhe në këtë formë. Mendoj që nuk na i kemi përballë me një situatë shumë të rëndë me grupin terrorist, pra të Radojçit, që ishte shumë i strukturuar, i përgatitur dhe i pajisur mirë dhe i mbështetur nga Serbia. Mendoj që mirë është qohen signale, por nuk mendoj që nuk është situatë ashtu dramatike. Dhe ka qenë pikërisht Këshilli i Sigurisë të dielën i thirrur nga vetë kryeministri në detyrë Albin Kurti, që tha se Serbia po provon që të pengojë formimin e institucioneve të Kosovës, duke thënë se po bëhet edhe sabotimi dhe themelimi i legjislaturës së re të Kosovës. A mundet realisht ta bëjë qeveria këtë? Sipas Kurtit po bëhet me joshje dhe shantazhe të ndryshme për grupe të ndryshme serbe. Po s'kisha dashur ta komentoj, nga se nuk është një Serbi të ndikojnë në krijimin e institucioneve të Kosovës. Kemi ne shumë mundësi tjera, edhe të muslimi na me mandatet që janë kvota apo të garantuara për komunitetit e jo shumicë, sikur serbe apo komunitetet tjera në Kosovë. Edhe ata s'mujnë me destabilizuar në asnjë mënyrë, se kemë zgjedhje na me parti tjera politike shqiptare të bëjmë një koalicion të qëndrueshëm që realisht i duhet Kosovës, se mos lidhemi me një deklaratë politike të kryeministrit se ai nuk mund Serbia mund ta destabilizojë me kurrizim qoftë listës sërbska nën nga ata, apo edhe pjesën tjetër të deputetëve që janë me kvotë garantuar. Megjithatë, është e rëndësishme të zbërthehet kjo që e ka thënë kryeministri Kurti në detyrë, për shkak se sipas tij Vučić u ka dhënë në dispozicion burime dhe mjete shtetërore listës serbe dhe kryeterroristit Milan Radojčić, ndërsa janë duke u shënjestruar disa deputet të pakicave jo serbe. Pra, një farforme po e vë Serbin në atë formë që Serbia realisht po vënën dhe mund të ketë atë ndikim në Kosovë. Si shihet kjo më shumë në aspektin e sigurisë? Çfarë sigurie është kaq e breshtë siguria në Kosovë që Vučić ta bëjë këtë përmes disa individëve? Po më bëra ajo nuk është një relevancë. Ne duhet brenda Kosovës përgjigjemi për siguri edhe të deputetëve të mos qenë të ndikuar apo të them trusnia në kërcënim, flas për listën sërbska, e cila është instrument i regjimit serb në Kosovë, ndërsa kësa të tjerë pse të binë në presion apo në trusni.
mendoj që në këtë drejtim na duhet jenë përgjeshme mos të ndërlidhëm tash çështën të bojmë madhore implikimin e Serbisë në Kosovë, nga se kemë shumë zgjedhje tjera. Dhe komunitetit tjerë shumicë që përfasohen me kvotë, ata kanë edhe kvotën në parlament, por e kanë njëkohësisht edhe pjesëmarrjen qeveri, që nuk e bën situatën e nushme të sigurisë, edhe ka mundësi zgjedhje, edhe njëherë po them, është deklarat politike që s'dua fare ta komentoj, nuk ka të bëjë me sigurinë. Po, kjo çështja... Sigurinë është personale, dhe sa ata kanë trusninë, se kanë trusninë atë ne jemi përgjegjës për sigurinë e tyre, s'është Serbia. Po pikërisht është më shumë në aspektin që një kryeminist e paqëndrueshme kjo deklarat. Absolutisht nuk ka një relevancë të thuhet se kinse Serbia po implikohet me bë trusni në përveç listës sërbska, të cilat janë direkt lidhur edhe janë prodhim i Serbisë, me thënë komunitetet jo shumicë janë të kërcënuara apo janë trusni prej Vučićit. Ka kurfar relevancë. Ka qenë edhe Zonja Osmani që ka thënë se u tentua pra ndërhyrje